تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد بإذن الله تعالى do vazhdojmë me këtë libër madhështor al-Muharrar fil Hadith të autorit Ibn Abdul Hadi al-Hanbali rahimahullah, dhe jemi tash te kapitulli i 8 i radhës, ku thot autori rahimahullah bab salatu tatawwu'i, do më thonë kapitulli namazi nafila, namazi vullnetar. At-tatawwu' nga aspekti gjuhësor, është do më thonë bërja ose veprimi e një vepër që nuk e ke për detyrë. At-tatawwu', do më thonë nafila, është kuptimi gjuhësor, veprimi i një vepër që nuk e ke për detyrë. Dhe nga aspekti terminologjik, është kuptimi do më thonë bërja e veprave të mira që përmbajnë bindje dhe Allahu subhanahu wa ta'ala dhe urtësisë së Allahu subhanahu wa ta'ala dhe mirësisë së Allahu subhanahu wa ta'ala ndaj këtij ummetit që Allahu subhanahu wa ta'ala ka ligjëru për të gjitha llojet e ibadeteve që i kemi për detyrë, prej asaj të njëjtit lloj edhe do më thonë na vepra nafile, vepra do më thonë vullnetare. Si për shembull, e kemi do më thonë namazin, është shtyll prej shtyllave të islamit. Por ky namaz ka edhe namazë nafile, që si që thot Sheikh Zejdi rahimahullah, ato namazet nafile do të jenë plotësuese në ditën e gjykimit për namazet fars. Sepse thot Sheikh Zejdi rahimahullah, ne kemi në namazin ton mangësi, kemi dobësi, a është ajo në vepra ose në fjalë. Prandaj do miret do më thonë namazi vullnetar, namazi nafile në ditën e gjykimit, dhe ka me plotësu do më thonë namazin i cili është fars që përmban ose ka pas do më thonë në mangësi dhe dobësi. Po ashtu e kemi haxhin. Po ka haxh edhe vullnetar, ka tawaf vullnetar. Po ashtu e kemi obligim zeqatin, po ka edhe sadaka lëmosh do më thonë vullnetare. Po e kemi ashtu edhe agjerimin, po ka edhe agjerim vullnetar. Të gjitha këto do më thonë nga mëshira Allahu subhanahu wa ta'ala dhe urtësia e tij që robëri do më thonë me pas mundësi që veprat e tyre do më thonë me i përmisu, veprat e tyre me i përmisu. Pastaj, kur jemi këtu te çështja e namazit, namazi vullnetar, namazi nafile, ka prej namazeve nafile që janë të ndërlidhura me ndonjë shkak. Si për shembull, shkaku i hyrjes në xhami. Kur hyn njeriu në xhami, i fal domethënë 2 rekate nafile. Kjo është shkaku domethënë, kur hyn domethënë në xhami. Pastaj janë të ndërlidhura disa namaze vullnetare me një periudhë të caktuar. Si që është për shembull qiyamul lejl, namazi natës. Ai bëhet domethënë vetëm gjatë natës, pas namazit domethënë të yatsis. Pastaj i kemi domethënë që janë të ndërlidhura me farzet. Do më thonë ato nafile janë të caktuara dhe të ndërlidhura me namazet farze. A janë ata para farzit ose pas farzit, si që të shohin do më thonë tash në vim. Dhe ka do më thonë lloji i fundit është namaz vullnetar ose nafile i përgjithshëm.
i përgjithshëm, do thonë ka i ndërlidhur me sebepin, me kohën, me namazet fars dhe nafile, do më thonë në të përgjithshme. Dhe Ibn Abdul Hadi rahimahullah, hadithi i parë, që është në realitet hadithi 308 në renditje të këtij libri madhështor El Muharrar, thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah, në Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu qal: Suila Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayyu salati afdal? Qal tulul qunut, rawahu Muslim. Dhe në një rivajet tjetër, tulul qiyam. Te ky hadith që transmeton Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu, është pyetur pejgamberi alayhi salatu wassalam cili namaz është më i mirë. Do thonë, o i dërguar e Allahut sallallahu alaihi wasallam, më trego cili është namazi më me vlerë. Më me vlerë. Përgjigjja e pejgamberit alayhi salatu wassalam ka qenë, do të thonë, ai namaz që qëndron ose ku qëndron njeriu më së gjati në këmbë. Ai namaz ku qëndron, do më thonë, robi më së gjati në këmbë. Këtu eju salati afdal, cili namaz është më i vlefshëm. Do më thonë, për qëllimi është cila vepër brenda namazit është më e vlefshme. Kjo është, do më thonë, kuptimi i hadithit. Eju salati afdal, cili namaz është më i vlefshëm, do më thonë, cila vepër brenda namazit është vepër më e mirë, më e vlefshme. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, vepra e qëndrimit në këmbë. Do thonë, kur qëndron robi, do më thonë, në këmbë. Edhe kjo është mendimi i xhumhurit. Imam Ahmedi rahimullah e ka mendimin, siç e do shohim edhe në vim tash, e ka mendimin se pjesa më e vlefshme e namazit është sugjudi. Kjo është mendimi i Imam Ahmedit rahimullah. Kurse pjesa dërmuese e dietarëve kanë mendimin se pjesa më e mirë, do të thonë, ose vepra më e mirë gjatë namazit është të qëndruarit në këmbë. Pse? Se ata thonë se njeriu kur qëndron në këmbë, çka bën? Lexon Kur'an, i cili është, do të thonë, dhikri më i mirë në përgjithësi. Nga ky aspekt, edhe e din, do më thonë, se Hudhejfa radiallahu anhu transmeton se një natë i është lidhur pejgamberit alayhi salatu wassalam në një namaz të natës dhe ka lexuar pejgamberi alayhi salatu wassalam suratul Baqara, suratul Nisa dhe suratul Ali Imran. Që tregon, do më thonë, se ka nejt pejgamberi alayhi salatu wassalam gjatë në namaz. Do thonë, gjatë edhe në këmbë. Që tregon vlerën e të qëndruarit, do më thonë, në këmbë gjatë namazit. Dhe thot Shekh Abadi, kjo do më thonë, sidomos kur njeriu është vetë në namaz, kur vetë e falë namazin. Nëse ndodh, si për shembull namazi taravis, që është namaz vullnetar, namaz nafile, por falet me xhamat. Aty, thot Shekh Abadi hafidhahullah, duhet me pas edhe në konsiderata xhamatin i cili është lidhur pas teje. Duhet, do më thonë, të merret në konsiderat, do më thonë, edhe rrethanat dhe gjendja e atyrve që janë të lidhur pas teje. Po kjo nuk na jep me nënkuptu që ti tash ti shkelish normat, rregullat, shtyllat, uaxhipet e namazit, ase si jo. Po ti je, do më thonë, brenda, do më thonë, shtyllave, brenda uaxhipeve, brenda suneteve, se për ndryshe kur do e mësojnë awami çështjen e namazit, dhe si me falë, do më thonë, sipas sunetit. Po, do më thonë, jo aq me tepru sa që, do më thonë, na njerëzit të lodhen, edhe do shta të mos vinë edhe në xhami. Do më thonë, thot Sheikh Zejdi rahimahullah po ashtu, se ky hadith përmban nxitje për muslimanët që ata do më thonë t'i kushtojnë rëndësi namazeve nafile. Që ata do më thonë t'i kushtojnë rëndësi namazeve nafile. Edhe disa prej dietarëve, si Ishaq ibn Rahawej rahimullah, kanë thënë se gjatë ditës
ma mirë ose ma i vlefshëm është ai namaz i cili ka ma shumë sejdë. Kurse gjatë natës është ma i vlefshëm ai namaz i cili qëndron robi më gjatë në këmbë dhe lexon ma shumë. Por Ibn Tejmi rahimahullah ka thënë se një gjë e tillë nuk ka bazë. Do të thonë me bë këtë dallim mes ditës dhe natës. Pastaj hadithi i radhës, që është domethënë hadith ku aludon domethënë për mendimin e Imam Ahmedit rahimahullah. عن ربيع بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. Te ky hadith madhështor, i cili e transmeton Imam Muslimi rahimahullah në sahihun e tij, tregon Rabi' ibn Ka'b al-Aslami, ky sahabi radiallahu anhu, që është prej sahabëve që kanë transmetuar shumë pak hadithe. Do thonë një numër të vogël të haditheve i ka transmetuar ky sahabi, edhe pse ka qenë domethënë nën shërbimin të pejgamberit alayhi salatu wasallam, do thonë i ka shërby pejgamberit alayhi salatu wasallam. Dhe thot kuntu ebitu, do më thonë kuntu ebitu ma'an nebiji sallallahu alayhi wasallam, do më thonë flisha të pejgamberi alayhi salatu wasallam. Dhe disa prej transmetuesve ka thonë flente pran derës së pejgamberit alayhi salatu wasallam. Do thonë e prit të pejgamberin alayhi salatu wasallam ke dera. Sa me dal pejgamberi alayhi salatu wasallam jashtë, ai me ne do më thonë në shërbim. Do të shikoni çfarë dashurit madhe për pejgamberin alayhi salatu wasallam. Edhe plus thuhet do thonë ka qenë min ehlu sufa. Ehlu sufa do thonë për njerëzve që s'kan pas shtëpi. Kanë në xhami domethënë. Kanë domethënë kanë qëndru, kanë flet, kanë jetuar në xhami. S'kan pas domethënë pasuri. Pa shtëpi në kry domethënë. Edhe kanë ke dera e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Do të thonë ka kalu natën te dera e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Një natë prej netëve doli pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe pasi që e kryni nevojën e tij i asolla ujtin për abdest, edhe hajatihi, edhe nevojën që kishte. Sheikh Abadi hafidhahullah thot këtu se njëni prej shpjegimeve është se ja ka soll pejgamberit alayhi salatu wasalam siwakun. Se dihet do më thona se pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka përdorur siwakun pas abdestit ose edhe para namazit, që do më thona e kanë ditë sahabët ridwanullahi alehim do më thona se çka dëshiron pejgamberi alayhi salatu wasallam, dhe masi që ja ka bërë këtë shërbim me vite pejgamberit alayhi salatu wasallam, sikurse deshti pejgamberi alayhi salatu wasallam me ja kthy diçka atit me doni të mirë. Edhe i thani ditë prej ditëve sel, kërko do më thonë çka dush. Kjo sel do më thonë në mënyrë përgjithshme. Kërko çka dush. Çka të shkon mendja, kërko sel. Por ky njeri do më thonë që është edukuar në medresën e Muhammedit alayhi salatu wassalam, i thash pejgamberit alayhi salatu wassalam, unë e kërkoj shoqërinë tënde në xhennet. Shikoni çfarë ideal ky njeri ka. Shikoni do thonë çfarë synime ky njeri kërkon do më thonë. Unë do thonë pejgamberi prijesi i bijave të Ademit, zotëria i bijave të Ademit, prijesi i muslimanëve, e ka shtetin nën këmbët e tij, pejgamberi alayhi salatu wasallam i thot këtij njeriu i varfër që s'ka shtëpi, sel, kërko. Që unë me shpërbli ty do më thonë për atë që ti e ke botë për mu deri tani. A i thot, es'aluke murafaqateke fil janna. Unë e kërkoj për te të jem në shoqërinë tënde në xhennet. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasallam i thot, a wa ghayra dhalik, a diçka tjetër mos desh? I thot, huwa dhak, vetëm ajo është. Vetëm ajo është.
Nuk do të më thonë, thot Sheikh Zejdi rahimullah, as dunja, as pozit, as fare, as diçka tjetër për të. Jo, me qenë në shoqërinë tënde në xhenna. Atëherë i thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, fa a'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Atëherë më ndihmo ti mu për këtë kërkesën tënde që të arrijmë ne për ty, duke bërë shumë sejdë. Edhe kjo është e shahid tash, qëllimi i hadithit që Imam Ahmedi rahimullah thot, pozita më e mirë ose vepra më e mirë brenda namazit është pozita e sejdës. Sepse njeriu domethënë ka aty për uljen ndaj Allahut subhanahu wa taala, dhe këtu pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka udhëzuar Rabia ibn Ka'b al-Aslami radhiyallahu anhu që me bë domethënë me shpeshtu sejdën. Me fjalë tjera me shpeshtu edhe namazin, me shpeshtu namazin që të arrijmë domethënë këtë synim që ti e do. Domethënë kuptimi i hadithit është fa a'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Ana se ed'u lek, unë do lutem për ty. Unë do lutem për ty, do më thonë, ama ti bëri sebepet. Unë do i lutem Allahu subhanahu wa ta'ala që ti t'jesh në shoqërinë time në xhennet, po ti do më thonë bëri sebepet. Prej sebepeve që Allahu ta'ala me mëshiru, si që thot Sheikh Zejdi rahimahullah, prej sebepeve që Allahu ta'ala me mëshiru robin e ti, është namazi fars dhe namazet nafile. Dhe namazet do më thonë nafile, si që e shohim do më thonë në këtu. Sheikh Zejdi rahimahullah thot se ky hadith përmban disa dobi ma vështore. Dobia e parë, kujdesi i madh dhe përpjekje të mëdha që njeriu me net ose me shku dhe me net në mexhliset e njerëzve të mirë, që ai përfiton nga ata kuptim në fe dhe urtësi, e cila është urtësia, do më thonë, qelsi i hajrit. Do thonë me u kujdes, me bo përpjekje, me u lof. Se shikoni ky sahabi, radiallahu anhu, i qëndron të pejgamberit alayhi salatu wasallam ke dera aty. Te dera, nuk ishte do më thonë pasuri. Edhe kur i vjen një ofertë e tillë, nëse themi me gjuhën tonë bashkohore kështu, një ofertë e tillë kaq madhështore, i thot prijesi i bijeve të Ademit, sel kërko çka dushti, ai thot unë kërkoj me qenë me ty, domethënë me qenë me ty në shoqërinë tënde në xhennet. Dhe kjo tregon domethënë se pasuesit e sunetit, njerëzit e sunetit domethënë sinimi i tyre është ahireti. E kundërta e xhavarixhve. Xhavarix si ka thënë domethënë Hasan al-Basri radiallahu anhu wa rahima, ashabu dunja, janë njerëz të dunjas. Dhe ai që ka qenë rojtari i arkës së shtetit të muslimanëve kur e kanë vrarë Uthmanin radiallahu anhu, gjë e parë që kanë bërë xhavarix, kur e kanë vrarë Uthmanin radiallahu anhu, e kanë plaçkit arkën e shtetit. Këti do më thonë i ofrohet dunjaja, ky thot unë dua me ty me qenë në xhennet. Kjo dunja nuk ka vlerë për mu. Edhe kështu është domethënë edhe Sheikh Rabia. Edhe nëse u plasin hundat atyve të gjithëve. Sheikh Rabia thot, unë prej vogël kur kam qenë, nuk kam pas dëshirën e pas pozita. Bile Sheikhu thot kur kam lexuar Riyadus Salihin, sa që zemra nuk më fluturoi. Se aty e njoftoi shon pejgamberin alayhi salatu wasallam dhe vlerat dhe virtytet e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Sheikh Ubejdi rahimullah kur kanë kërkuar me shku në lejnatu daima, ka thënë ti shikohe Sheikh bin Bazit isha përgjigj. Tash nuk shkoj. Nuk janë do të thonë njerëz dunjas. Ata xhavarix po. Edhe sot kësaj dite e njëjta gjë. Dobia e dytë thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, se është ky hadith përmban obligimi që njeriu me pas kujdes dhe me bo përpjekje për ta njoh do më thonë mënyrën e ibadetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do thonë me ditë se si pejgamberi alaihi salatu wasallam do thonë i ka fal namazet, e ka bo haxhin, ka agjeru e kështu me radhë. Pastaj dobia e tretë thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, qiltërsia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndaj ummetit të tij në përgjithësi dhe në veçantë ndaj shokëve të vet. Dobia e katërt thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, ky hadith e tregon domethënë
e tregon pozitën e namazit. Pozitën e namazit, qoftë ai namaz fars ose këtu siç është në fjalë domethënë namazet domethënë që janë në nafile. Dobia e pestë, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, është dobia domethënë se njerëzit e mirë domethënë ata përkujdesen maksimum për çështjet e tyre domethënë në ahiret. Domethënë preokupimi i tyre është çështja e ahiretit. Si ka qenë këtu domethënë në puna e këtij sahabiu të nderuar Rabi' ibn Ka'b al-Aslami radiyallahu anhu. Dobia e 6, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, se ky hadith na tregon neve domethënë se lejohet me i kërku pejgamberit alayhi salatu wasalam gjatë jetës së tij kur ka qenë i gjallë, që ai domethënë të lutet për dikën. Të lutet domethënë për dikën, të lutet Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe padyshim domethënë ky hadith është hadith madhështor, që tregon domethënë idealin të lartë të shokëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe që tregon dashurinë e tyre të madhe për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Dhe dashurinë e tyre domethënë të madhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pasaj hadithi i radhës 310 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة رضي الله عنها أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين متفق عليه. Abdullah ibn Omeri radiallahu anhuma thot se i kam mësuar ose i memorizova 10 recate nafile nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Thot 2 para drekës, 2 pas drekës, 2 pas namazit të akşamit, 2 pas namazit të yatsis dhe 2 para namazit të sabahut. Dhe kishte një periudhë, një kohë që askush nuk hynte në shtëpinë, në dhomat e pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe mua ma tregoi kët motra jeme, Hafsa radiallahu anha, dhe tregoni kjo do më thënë këtu el amana ja Abdul Aziz hafidhakallah. Këtu do më thënë thot haddethetni Hafsa. Jo me thonë, une kapa, une disha, me bo të dlis, me bo manipulime, sikur se a i ka të gjitha meritat. Po e tregon do me thonë, nga ku e ka morë, se ato 8 reqatet të para që i përmendi, a i veti ka pa pre pejgamberin alayhi salatu wasalam. Këto 2 reqatet e sabahut para fazit, s'ka pas mundësi me i pa. Por e tregon do me thonë njeriun, që e ka meritën që ja ka treguar këtë. Jo për herë, askush nuk ka ndaj me merita. Une u linda kështu për herë isha, si që duhet. Shikoni sahabat e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Haddethetni Hafsa radiallahu anha, thot se kur e bonte muezinin e ezanin e sabahut, dhe do të thonë ishte bo agimi i fexhrit, atëherë i falte pejgamberi alayhi salatu wasalam 2 recate. Do të thonë këta 2 recatet para farzit. Të gjitha këta janë 10 recate. Dhe kjo është një mendim prej dietarëve se këta janë sunen e rawatib. Sunen e rawatib, se ne disa prej dietarëve kanë atë mendim, edhe Sheikh Zeid rahimahullah thotë se me çështja ka gjërsi këtu domethënë, siç e do shohim tash në vim domethënë, te hadithi Ummu Habibes radhiyallahu anha, se disa kanë mendimin domethënë se sunen e rawatib janë 12. Por si pas hadithit të Abdullah ibn Omerit radiallahu anhuma, sunen e rawatib janë 10. 10 do më thonë, jo 12, po 10. Ajo që dallon do më thonë se ke rivajeti tjetër do më thonë, te hadithi tjetër përmenden 4 recate para drekës, para farzit. Këtu përmenden 2.
para drekës, 2 pas drekës, e në këta do më thonë prej sunen, prej nawafil, që janë do më thonë të lidhura me farzet. Do thonë janë të lidhura, si që thanë në fillim, ose me sebepin, ose me kohën, ose me do më thonë me namazet, ose në mënyrë të përgjithshme. Këta do më thonë që përmend këto Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhuma, të ndërlidhura do më thonë me farzën. Këtu konkretisht do më thonë çështjen e drekës, nga konteksti i hadithit, kuptohet se ato 2 para drekës dhe 2 pas drekës i ka falë pejgamberi alayhi salatu wasalam në xhami. Sepse nëse e shohim mirë hadithin, pastaj kur e vazhdon Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhu çështjen e akshamit, thot fi beitihi. Kur thot për Ayatin fi beitihi. Kur thot për sabaun, ishte do thonë në shpinën e vete, që askush nuk hyte. Që do thonë këta tjerit i ka falë pejgamberi alayhi salatu wasallam në shpinën e tij, kurse sipas këtij kontekstit të këtij hadithit, sunnetet e drekës i falte në xhami. Por megjithatë, thot Sheikh Zeidi rahimahullah, ma me vlerë është do më thonë që njeriu nëse ka mundësi me i falë sunnetet, qoftë ato para drekës ose pas drekës, dhe në përgjithësi do më thonë ma me vlerë është falja suneteve në shtëpi e jo në xhami. Po nëse ndos që Sheikhu thot Sheikh Zeidi rahimahullah, njeriu friksohet, ka frikë që i humb ato, merret me ndonjë punë, angazhohet mas dreke, shkon në akun tjetër e kështu nuk kthehet në shpinën e tij, atëherë më mirë është domethënë me i fal xhami ato 2 recate që janë pas dreke ose 4 ka siç do shohim tash në vazhdim, edhe vazhdon domethënë pas punës së tij. Sa i përket çështjes që do shohim tash në vim, 4 recate para drekës, para farzit të drekës ose 2 recate, Ibn Taymija rahimahullah ka thënë, ma e mira është këtu me ndryshu. Ka njëherë me i fal 2 recate para drekës. Ka njëherë sipas situatës nëse ka kohë, atëherë me i fal 4. Po falen domethënë ka 2 ka 2. I fal 2 recate, jep selam, prap i fal 2 recate. E kështu. Dhe hadithi i radhës 311 an Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana la yad'u 4 qabla adh-dhuhr wa rak'atayn qabla al-ghadat, rawahu al-Bukhari. Te ky hadith tregon nëna e besimtarve Aisha radhiyallahu anha se pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk i linte 4 recate para drekës. 4 recate para drekës nuk i linte. Dhe po ashtu edhe 2 recate para namazit të sabahut. Edhe 2 recate më thonë para namazit të sabahut, dhe për namazin e sabahut vlerën e tyre tregohet edhe se edhe gjatë udhëtimit pejgamberi alayhi salatu wassalam i falte ato 2 recate. Dhe po ashtu hadithi i radhës 312 wa anha qalet radiyallahu anha lam yakun an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala shay'in min an-nawafil ashadd minhu ta'ahudan ala rak'atay al-fajr. Do të thonë nuk i përmbaheshte pejgamberi sallallahu alayhi wasallam më së shumti nga aspekti nafileve se sa do të thonë 2 recateve të sabahut. 2 recate do thonë të sabahut, do thonë që janë sunën e rawatib. Dhe në Sahih Muslim, në një rivajet në Sahih Muslim, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, rak'ata al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. 2 recatet të sunnetit para farzit të sabahut janë më mirë se gjithë dunjaja dhe çka ka në to. Do thonë paramendoni, sunnetet e fejgjrit, e si janë do më thonë farzet e fejgjrit. Do thonë 2 recate sunna që janë sunën e rawatib, që janë do thonë në hadithin e Abdullah ibn Omerit radhiyallahu anhuma të përmendura, janë më mirë do më thonë se dunjaja dhe çka ka në të.
Pastaj hadithi i Umu Habibës radiallahu anha, që është po ashtu nëna e besimtarve dhe ka qenë domethënë bashkëshortja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe bija e Ebu Sufjanit radiallahu anhu. Thot Umu Habiba radiallahu anha: Sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul man salla 12 rak'atan fi yawmin wa laylatin buniya lahu bihinna baytun fil jannah. Në këtë hadith, thot Umu Habiba radiallahu anha se kam dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wasalam duke thënë: kush i fal brenda ditës dhe natës 12 recate, ati i ndërton Allahu subhanahu wa taala shtëpi në xhennet. Dhe kush janë ata? Është transmetuar në Sunen an-Nesai, janë do të thonë 4 recate para drekës, 2 recate pas drekës, 2 recate pas el maghrib, pas akshamit, 2 recate pas yatsis dhe 2 recate para farzit të sabahut. Patyshim se këto hadithe domethënë përmbajnë vlerën e madhe të namazeve nafile, që janë domethënë të ndërlidhura me namazet fars. Këtu te pjesa e hadithit bunya lahu bihinna baytun fil janna, i ndërtohet atit shtëpi në xhennet. Mendimi i parë është se i ndërtohet xhami atit personit i cili gjatë tërë jetës së tij i ka falur këto 12 recate. Për vetëm se donjëherë shkaku i ndonjë justifikimit, udhëtimi ose smundja. Do të thonë mendimi i parë është shpjegimi i parë i këtij hadithit që ndërtohet atit shtëpi në xhennet, është do të thonë ai i cili i ka falur këto 12 recate gjatë tërë jetës së tij. Për vetëm se me ndonjë përjashtim të udhëtimit ose smundjes. Kurse mendimi i dytë është se kjo ndodh çdo ditë. Çdo ditë ku ai i fal këto 12 recate, i ndërtohet atit një shtëpi në xhennet. I ndërtohet atit do të thonë një shtëpi në xhennet. Pastaj hadithi 314, pra Umu Habiba radiallahu anha thot: Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam: Man hafadha ala 4 rak'atin qabla adh-dhuhr wa 4 ba'daha harramahu Allahu ala an-nar. Në këtë hadith thot pejgamberi alayhi salatu wasalam se ai i cili i fal 4 recate para namazit të drekës dhe 4 pas, Allahu do më thonë ja pengon atit zjarit të xhehenemit. Do thonë ja ndalon atit do më thonë na me prek zjarin e xhehenemit. Dhe pa dyshim do më thonë na se kjo është do më thonë vlerë e madhe dhe shpërblim madhështor, por si që thamë do më thonë kjo vlerë do më thonë dhe ky shpërblim vlen do më thonë për ata njerëz që i kanë falur do më thonë gjatë jetës së tyre, për vetëm se për ndonjë justifikim, si udhëtimi ose smundja e të ngjajshme. Edhe tregohet ajo historia që transmeton shehu jon Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullah me Sheikh bin Bazin rahimullah, që Sheikh bin Bazi rahimullah e ka pas do më thonë që edhe pas namazit të drekës, pas farzit të drekës, i ka falë do më thonë këto 4 recate. Do më thonë 4 para drekës dhe 4 pas drekës. Do më thonë të dreka janë 3 mënyra do më thonë që mundesh mi zbatu. Mënyra e parë është 2 para, 2 pas. Mënyra e dytë është 4 para, 2 pas drekës. Mënyra e tretë është do më thonë 4 para drekës dhe 4 pas drekës. Të gjitha janë do më thonë këto të sakta dhe që duhet do më thonë njeriu të mundohet me i falë do më thonë dhe me i zbatu. Dhe thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, pa dyshim do më thonë se këto hadithe janë nxitje do më thonë që njeriu do më thonë me i falë këto namaze dhe me shpresu do më thonë që ato ta plotësojnë do më thonë mangësinë që robi e ka do më thonë gjatë farzeve. Dhe dietari i madh Sheikh Emin Shankiti rahimahullah thot se falja e
falja sunneteve, që njeriu do të thotë i përmbahet rregullisht duke i fal sunnetet, a janë ata para farzit ose mas farzit, po sidomos ata para farzit, janë prej shkaqeve që njeriu me pas më shumë përkushtim gjatë farzit së tij. Kur njeriu për shembull para drekës i fal 2 recate ose 4, e qetëson veten e tij dhe pastaj hyn dhe fillon dhe fal farzin, është domethënë më i përkushtuar në namazin e tij se sa të futet direkt në farz. Se sa të futet domethënë direkt në faljen e farzit. Pastaj hadithi radhës عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. Këtu Asim ibn Damra transmeton nga Aliu radiallahu anhu se Aliu radiallahu anhu thot se pejgamberi alayhi salatu wassalam i falte 4 recate para farzit të ikindis. 4 recate para farzit të ikindis dhe i ndante ato me teslim ndaj melaçeve dhe ndaj muslimanëve dhe besimtarëve. Këtu këta nafile para ikindis janë nafile të përgjithshme, nuk janë nafile rawatib. Do më thonë rawatib që rregullisht i ka fal pejgamberi alayhi salatu wasalam, siç është në hadithin e Abdullah ibn Omerit radiallahu anhuma. Por këta ikindia do më thonë nuk ka rawatib. Namazi ikindis nuk ka rawatib, as para ikindis e as pas ikindis. Nuk ka rawatib. Këta do më thonë që janë përmendura këto 4 recate para farzit të ikindis janë prej nafileve të përgjithshme. Por me vlerë të madhe, siç e do shohim domethënë tash edhe në hadithin me në vim. Thot Aliu radiallahu anhu se i ndante ato domethënë 4 recate me teslim. Tash disa prej dietarëve kanë thonë si Hanefit, domethënë ka botë teshehud këtu është për qëllimi. Teshehud edhe i ka fal domethënë të lidhura, 4 recate domethënë të lidhura me 2 teshehuda. Si farzi ikindis për shembull. Kjo është mendimi i Hanefive. Mendimi i xhumhurit është se këto falen domethënë yufassilu bainahunna bit-taslim, është për qëllim domethënë i ndante ato 4 ka 2. I falte njëherë 2 recate, jepte selam, pastaj prapë edhe 2 recate tjera, jepte selam. Edhe kjo është mendimi domethënë i xhumhurit të domethënë Malikia, Shafi'ia dhe Hanabila. Dhe bile domethënë në medhhepin e Imam Shafiut llogariten këta 4 para ikindis min rawatib, pre rawatib domethënë. Domethënë Shafiit i llogarisin jo vetëm që me i fal dhe është mirë dhe preferuar, po edhe prej sunneteve domethënë të rregullta. Por kjo është vetëm medhhepi i Shafiive. Pastaj hadithi i radhës 316 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. Abdullah ibn Omer radiallahu anhu transmeton se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahu e mëshiroft atë njeri i cili i fal 4 recate para ikindis. Allahu mëshiroft robin i cili i fal 4 recate para farzit të ikindis. Domethënë, bazë këtyre 2 haditheve e kuptojmë domethënë se këto 4 recate para ikindis kanë vlerë të madhe. Si falen këto?
mendimi i xhumhurit dhe mendimi i saktë është që ato falen ka 2 recate. Ato falen do thonë ka 2 recate. Pastaj edhe sipas mendimit domethënë të saktë janë këta domethënë 4 recate nawafil mutlaqa, domethënë nafile të përgjithshme, jo të rregullta. Pastaj hadithi 317 an Anas radiyallahu anhu قال كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما Këtu Enesi radiallahu anhu transmeton se gjatë jetës së pejgamberit alayhi salatu wassalam, pas perëndimit të diellit i falshin 2 recate, po para farzit të akshamit. Do të thonë kur perëndonte dielli i falshin 2 recate para se me fillu, domethënë me faljen e farzit të akshamit. Njëri prej transmetuesve e pyet Enesin radiallahu anhu, a i falte dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam po ashtu këto 2 recate? Thot Enesi radiallahu anhu, ai na shihte neve dhe nuk thoshte gjë. Kjo do thonë është miratim domethënë në duke mos thënë asgjë. Edhe kjo llogaritet për sunetit, që nëse diçka e sheh pejgamberi alayhi salatu wasallam ndonjë vepër ose ndonjë fjalë dhe nuk thot asgjë në prezencën e tij bëhet ajo, atëherë është miratim domethënë nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe këtu është ai rasti domethënë që Enesi thot po na shihte neve pejgamberi alayhi salatu wasalam, ishte tu na pa dhe nuk thoshte gjë. Edhe këta janë domethënë nawafil, nafile të përgjithshme, jo nafile domethënë në rawatib që janë prej të rregulltave. Ajo prej të rregulltave është mas akshamit, kurse ajo që është para akshamit 2 recate, nëse ka kohë, atëherë është domethënë në mirë me i fal, se ka qenë domethënë veprimtaria e sahabëve ridwanullahi alejhim. Pastaj hadithi 318 عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. Te ky hadith të Abdullah ibn Mughaffal radiallahu anhu thot se pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë njerëzve sallu qabla salat al-maghrib, faluni para namazit të akshamit. Faluni para namazit të akshamit. Dhe herën e tretë ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam kush të doja le t'i falë domethënë ato 2 recate. Nga frika se mos e marrin njerëzit domethënë këtë si sunnet. Kjo është sunnet. Tash si kuptohet kjo mos e marrin njerëzit si sunnet? Realisht kjo është sunnet, po mos e marrin njerëzit si sunnet domethënë të rregullt. Kjo është qëllimi këtu domethënë. E jo se nuk është sunnet, se Enesi radiallahu anhu thot, na shihte neve pejgamberi alayhi salatu wasalam e falshin dhe s'na thoshte gjë. Kjo vërteton domethënë se është sunnet me i falë 2 recate. Ama këtu, nga frika që mos se marrin njerëzit sunnet, kuptimi i sunnetit të rawatib, të domethënë nafileve të rregullta. Mos bëhet domethënë prej nafileve të rregullta, se përndryshe domethënë është e legjitimuar që njeriu me i falë 2 recate para farzit të akshamit. Para farzit domethënë të akshamit. Hadithi 319 عن زرارة ابن أوفى أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل فقالت كان يصلي العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فيركع 4 ركعات ثم يأوي إلى فراشه وينام. رواه أبو داود.
Aisha radiallahu anha u pyet për namazin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjatë natës. Dhe ajo tha, u përgjigj radiallahu anha se falte Yatsin me xhamat. Pastaj ktheheshte te familja e tij dhe i falte 4 recate. Pastaj domethënë na flinte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tash si ta lidhim me hadithin Abdullah ibn Omerit që është bazë në këtë çështje se sunen e rawati pas Yatsis janë 2 recate, kurse këtu përmenden 4 nga nëna e besimtarve radiallahu anha. Thoshe e Zejdi rahimahullah se këtu kjo mundet të nënkuptohet se ato 2 recate plus, do thonë 2 të rawatib, të nafileve të rregullta dhe 2 plus që i ka shtu këtu pejgamberi alayhi salatu wasallam, është domethënë nga namazi i natës. Do thonë nga namazi i natës ja ka bashkangjit këto 2 të tjerave që është në rawatib, e në pasaj domethënë na ka ra me flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sa ajo që është domethënë e vërtetume dhe rregullisht është ai hadithi Abdullah ibn Omerit që është bazë që i ka falë pejgamberi alayhi salatu wasallam në mënyrë të rregullt 2 recate pas namazit të Yatsis. Por kjo ka ndodhur ndonjëherë që një pjesë të namazit të natës ja ka bashkangjitur domethënë edhe atyre 2 të rregulltave të nafileve pas Yatsis. Pasaj hadithi 320, po ashtu është nga Aisha radiallahu anha qalet, kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu ar-rak'atayn allatayn qabla salati as-subh hatta inni aqul hal qara'a bi ummi al-kitab am la. Thot nëna e besimtarve radiallahu anha se pejgamberi alaihi salatu wassalam aq shumë i shkurton të ato 2 recate para farzit të sabahut, sa që une i thosha vetës, a e lexoj suratul Fatiha ajo. Edhe kjo është domethënë mine sunna, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, istihbab, është mustahab që robi ato 2 recatet sunna që janë ratib para farzit të sabahut me i falë domethënë të shkurtra. Aq të shkurtra domethënë sa që Aisha radiallahu anha ka thënë, a lexoj suratul Fatiha ajo. Do tash mundemi ta imagjinojmë sa të shkurtra kanë qenë ato. Edhe në bazë të kësaj, në bazë të këtij hadithit, Imamu Darul Hijra, Imam Maliku rahimullah, ka thënë është prej sunnetit që në sunnetin e sabahut vetëm me suratul Fatiha ta falësh. Po, Imam Maliku rahimullah ka mendim se po kjo domethënë si thonë dietarët domethënë nuk ka qenë puna që atyre imamlarve i kanë pas të gjitha koleksionet e haditheve pranë tyre, ose kanë pas domethënë programe të tilla që e shkruajnë një pjesë të hadithet e i dalin të gjitha hadithet. Jo. Edhe ka mundësi domethënë që nuk i kanë mri ato hadithe tjera, edhe në bazë të këtij hadithit që i ka arritur atit, ka punu me të. Edhe ka thënë domethënë bazë të kësaj nënkuptohet se vetëm me suratul Fatiha. Si do qoftë. Pasaj hadithi i radhës është 321. An Ebi Hurejrata radiallahu anhu anna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atay al-fajr qul ya ayyuha al-kafirun, edhe do të thonë suratul Ikhlas. Ky hadith do të thonë të Ebu Hurejras radiallahu anhu e tregon domethënë se është prej sunnetit që në 2 recatet e sabahut që janë sunna të lexohen do thonë këto 2 sura, suratul Kafirun dhe suratul Ikhlas, që prapë na jep në nënkuptuar domethënë se namazi është i shkurtër. Do thonë lexon suratul Fatiha, pastaj suratul Kafirun, në recatin e dytë e lexon suratul Fatiha, pastaj suratul Ikhlas, edhe e kryen domethënë namazin. E kjo ka mundësi që ky hadith
të Ebu Hurejras radiallahu anhu nuk I ka arritur Imam Malikut rahimullah. Po vetëm hadithi Aishas radiallahu anha dhe në bazë të atit hadithit ka punu. Dhe ka thonë vetëm mjaftohet njeriu në 2 rekatet e sunetit të sabahut vetëm në suratul Fatiha. Por hadithi Ebu Hurejras se tregon do thonë që e lexon edhe një sure tjetër. Nuk është kjo patjetër, mund është me lexuar edhe një sure tjetër. Ama është domethënë prej sunetit që ka vepruar pejgamberi alayhi salatu wassalam, leximi suratul Kafirun dhe suratul El-Ikhlas. Po ashtu hadithi I radhës 322 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون سورة آل عمران. Këtu Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu më tregon se pejgamberi alayhi salatu wassalam I ka lexuar edhe këto ajete në sunetin e sabahut. Do thonë një ajet të suratul Baqara, që është ajeti domethënë 136 dhe po ashtu domethënë edhe ajeti 52 të suratu Ali Imran. Edhe këtë domethënë e ka praktikuar pejgamberi alayhi salatu wassalam gjatë sunetit të sabahut, gjatë sunetit domethënë të sabahut. Pastaj hadithi 323 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. Tregon nana e besimtarve Aisha radiallahu anha se pejgamberi alayhi salatu wasalam kur I falte 2 rekatet e sunetit të sabahut, shtriheshte në anën e tij të djathtë. Shtriheshte në anën e tij të djathtë. Dhe hadithi 324 e transmeton Ebu Hurejra radiallahu anhu se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam idha salla ahadukum ar-rak'atay qabla salati subh falyattaji ala janbihi al-ayman. Këtu thot pejgamberi alayhi salatu wassalam kur I fal dikush për juve 2 rekate para farzit të sabahut, atëherë le të shtrihet në anën e tij të djathtë. Dhe printaria e pejgamberit alayhi salatu wassalam është e vërtetuar nga hadithi Aishas radiallahu anha. Kurse ky hadithi Ebu Hurejras radiallahu anhu nuk është domethënë I saktë. Se ka fol Imam Ahmedi rahimullah dhe disa tjerë nga dietarët e hadithit që kanë vlerësuar si hadith I dobët. Ku thot pejgamberi alayhi salatu wasallam ose është thonë domethënë kur dikush për juve I fal 2 rekatet para farzit të sabahut, atëherë le të shtrihet në anën e tij të djathtë. Kjo një gjë e tillë domethënë nga fjalat e pejgamberit alayhi salatu wasallam nuk është e vërtetuar. Kurse nga vepra e tij, nga hadithi Aishas radiallahu anha që është në Buhari, është e saktë. Por thot Sheikh Zeidi rahimahullah se në kohën e Omerit radiallahu anhu ka ndodhur kur ka qenë ai khalifa e muslimanëve, kanë ardhur disa njerëz dhe e kanë vepruar një gjë e tillë në xhamin e pejgamberit alayhi salatu wasallam, janë shtruar aty në anën e tyre të djathtë. Edhe Omeri radiallahu anhu ka thënë gjoni këta me guraleca, le çohen. Do ka dash me eduku. Se nuk është domethënë e saktë një veprim I tillë. Sheikh Zeidi thot kjo domethënë kuptohet që me e bo njeriu nëse ka kohë në shtëpinë e tij. Ajo në xhami. Se nëse secili prej atyre që vinë në xhami shtrohen, atëherë s'ka vend domethënë që njerëzit me fal namazin. Edhe nuk është pamje e bukur. Prandaj domethënë kjo nën kuptohet se njeriu mundet me e bo në rrethona kur është në shtëpinë e tij dhe ka vakët dhe nuk I ik atit farzi me xhamat. Për ndryshe jo e kum dëgju hadithin vëndër edhe shkon aty
në rashapon e bukur, edhe thosh, faljet tajji'u ala shiqqihi al-ayman, le të shtrohen në anën e tij të djathtë, edhe thot, unë zbatoj çështjen e kësaj punës. Po do më thonë na kërkohet me të vërtet urtësi dhe maturi barakallahu fikum, që ne me të vërtet shpresojmë që keni maturi dhe urtësi dhe Allahu ashtoft. Amin. Ky është domethënë 324. Ta janë 2 hadithet e fundit dhe me ato e përfundojmë mësimin bi'idhnillahi ta'ala 325 dhe 326. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى متفق عليه. Abdullah ibn Umeri radiallahu anhu ma tregon se një njeri e ka pyetur pejgamberin alayhi salatu wasallam për namazin e natës dhe ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam namazi i natës është 2 nga 2 nga 2. Ka 2 recate. 2 recate jep selam. 2 recate jep selam. Dhe nëse ka dikush për ju e frikë se ka hy sabahi, atëherë le ta fal 1 recat domethënë, edhe kjo është domethënë vitri i tij për atë që ka falur deri në atë kohë. Do thonë, qëllimi është këtu se namazi i natës është ka 2 recate. Edhe thotë Sheikh Abadi hafidhahullah, nuk është i përkufizuar me një numër. Po mundet me falë domethënë edhe 11, edhe 13, ose edhe më shumë. Nëse ka domethënë fuqi dhe vullnet, atëherë mundet domethënë edhe më shumë. Hadithi 326, po ashtu është nga Abdullah ibn Umeri radiallahu anhuma, thotë ky hadith salatu lejli wan nahar methna methna. Do më thonë namazi vullnetar gjatë ditës dhe natës falet ka 2 recate. Ka 2 recate. Dhe kjo është baza. Baza është do më thonë te sunnetet, se pam do më thonë të çështja e kindis do më thonë ka mundësi që dikush me kuptu se falen 4. Sikur se falet farzi edhe sunneti, ka mundësi, edhe kanë këtë mendim si që thamë Hanefit. Por, në bazë të këtyre 2 haditheve, e kuptojmë do më thonë se baza është të nafilet ka 2 recate. Edhe ato gjatë ditës, edhe ato gjatë natës. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin dhe jurë.